Fillimisht do të thënë që tashmë po shkojmë drejt fundit të këtij procesi të stërgjatur. Ajo që në fakt kemi pa me thekë veçantë prej mesit të shtatorit tek ne, kemi pa një dëshmitar jashtëzakonisht kredibil dhe të besueshëm dhe shumë relevant për procesin. Dhe gradualisht tashmë po shkojmë drejt fundit të këtij procesi, i cili natyrisht që besojmë që do të marrë epilog në pjesën e parë të vitit të ardhshëm, së paku kështu e përcaktojnë dispozitat e rregullore së procedurës dhe të provave. I bazën e asaj që kemi pa, në bindjen time nuk është arritur me argumentu ekzistimi i strukturës dhe hierarkisë si dhe zinxhirit komandues, si dhe mundësia e ushtrimit efektiv të kontrollit si dy prej elementeve bazë të përcaktuar me instrumente ndërkombëtare që të mund të vendoset përgjegjësia komanduese në raport me katërshën e UÇK-s e cila është ballafaquar me këto akuza. Prandaj për herë po flasim rast se ka drejtësi fundi i epilogut, unë besoj që do të jetë pozitiv, do të jetë rikonfirmues dhe do të konfirmohet se Ushtria Qëllimtare e Kosovës nuk ka pas qëllim të kryejë krimin, nuk ka pas një strukturë dhe hierarki të mirëfillt komanduese dhe se synimi dhe qëllimi vetëm ka qenë çlirimi i vendit në koordinim të vazhdueshëm me aleatët me thekë veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëshmitarëve filluar nga i pari deri tek i fundit i mbrojtjes, pavarësisht që kanë qenë të pak në numër, mirë po kanë qenë jashtëzakonisht të besueshëm, kredibil dhe protagonistë të ngjarjeve që natyrisht që i bën dëshmitar okular të ngjarjeve dhe kanë paraqitur të vërtetën në raport me luftën, në raport me Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës dhe në raport me gjendjen e vështirë dhe të rëndë dhe kaotike pas luftës, për çka natyrisht që nuk kanë pas mundësi të ushtrojnë kontroll siç e thash. Vlen të theksohet që sa i përket çështjes së dëshmitarëve të ftuar nga ana e mbrojtjes, përveç që kanë qenë kredibil të besueshëm dhe shumë relevant, dëshmitë e tyre, deklarimet e tyre në shumicën e rasteve janë shoqëruar edhe me dokumente, edhe me materiale, edhe me raporte të ndryshme, që në fakt nuk e bën thjesht vetëm dëshmi të një dëshmitari, mirë po e përforcon pikpamjen e tij sa i përket çështjes së mungesës së zinxhirit komandues, sa i përket çështjes së mungesës së një hierarkie dhe mundësisë ushtrimit të kontrollit, çka në bindjen time me mas të konsiderueshme zbardhjes së kësaj të vërtete i kanë kontribuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me deklasifikimin e një numri të konsiderueshëm të dokumenteve, bazuar në faktin që tashmë ka kaluar një periudhë relativisht të gjatë kohore nga momenti i përfundimit të luftës në vendin tonë.